Rana po na tregon çka ndodhi. Rreth orës 4 mëngjesit ishim këtu me Urim Piricin me një shok. Edhe 2 vjet erdhën me maska, na dorëzuan. Ku na dorëzuan 2 vjet, na sulmuan, na lidhën durët, komt, na qitën jashtë. Na qitën jashtë që shkon 20 vjet jashtë këtë me kallasha. Në çfarë pjesë? Pjesën e poshtë të restorantit. Edhe na sulmuan, na rrejën. Po ma në fundit e kallën dhe lokalin. Me çka kanë kallë? Kanë kallë me benzinë, kanë pas një kont bardhë. Çaj një kont të boju në atë kohë për hënë? Në atë kohë jemi kont të nejtë, të këqyr televizor. Në cilën pjesë ka t'ju? Këtu në zyre. Me çka ju sulmuan ata? Në sulmuan janë me kondoka të altisë, kërë kanë qitë poshtë në livadë, në kanë rrej me druna, dhe me kallasha. Në kontakt, këtë trup ka mos janë. Po shihet që ki edhe premje në përkup, në përfyr, me çka je? Këto masi me kanë u vedim, më kanë punë vetë dhe më kanë premje thik. Me thik? Po. A e din kush janë kona? Me ditë ata nuk ekzistojnë. A keni dhënë deklarata në polici? Kemi dhënë, po. A ju kanë trajtuar në spital? Po, kemi shku në spital, në kanë shyrë.